Një komision anketues do ta shqyrtojë incidentin me ministrin e vetëqeverisjes lokale Ivan Stoilković, i cili ndodhi në ditën e rikonstruimit të qeverisë dhe emërimit të tij në funksionin e ri. Iniciativa është e grupit parlamentar të BDI-s dhe sot është dorëzuar në kuvend, ku thuhet se komisioni hetimor do të ketë mandat të shqyrtojë kronologjinë e ngjarjes dhe sjelljen e të gjithë personave të përfshirë. Një çështje veçanërisht e rëndësishme është edhe refuzimi për të mundësuar qasje në incizimet nga sistemi zyrtar i videokamerave të kuvendit. Duke pasur parasysh se incidenti ka ndodhur gjatë ushtrimit të funksioneve publike dhe përfshin funksionar shtetror, ekziston interes i qartë publik që të gjitha dëshmitë relevante të jenë objekt i verifikimit institucional, thuhet në iniciativë. Zotri Gashi ka qenë akter atij në kuvend ku i gjithë ai incident ka ndodhur nga ana e një ministri me emrin Stoilković. Sigurisht që do të kërkojmë një komision anketues, sepse incidenti nuk është i vogël, ishte një fyerje për deputetët që kanë mandat nga qytetarët. Dhe për këtë arsye ne do të këmbgullim që ky rast të zbardhet sa më shpejt që mos përsëritet edhe një herë. Stoilković, ndërkaq duke u përgjigjur pyetjes nëse gjatë incidentit e ka ofenduar edhe deputeten Arbana Pasholli, tha se të gjitha këto janë gjëra të shpikura. Фантазмагории немате што да одговорите, мислам, просто едноставно. На измислени работи каков одговор можете да дадете? Некој може да измисли дека не знам што сум направил. Како јас можам да кажам дека таа мене ме увредила, што не е точно воопшто. Че јас нити сум разговарал со неја, нити сум имал никаков физички контакт, ниту било што. И сега како да демонтирам нешто што воопшто не се случило? Për formimin e komisionit hetimor u rreshtua edhe opozitarja LSDM. Përveç kësaj, kryetari i partisë Venko Filipçe në një takim me gazetarët theksoi se për ofendimet, kërcënimet dhe sjelljen e dhunshme të Stoilkovićit do të paraqesin interpelancë. Ekziston iniciativa për komision anketues për Ivan Stoilkovićin për atë që ndodhi gjatë rikonstruimit të qeverisë. Ne jemi këtu të nënshkruar me qëllim që vetëm të sigurohet numri mjaftueshëm i nënshkrimeve që të pranohet. Ne do të paraqesim interpelancë për Stoilkovićin sapo kuvendi të fillojë punën në shtator. Nga LSDM-ja kërkuan që kryetari i kuvendit Gashi t'i dorëzojë incizimet e incidentit që ka ndodhur në korridor, pikërisht para dyerve të sallës së kuvendit. Por Gashi dje u tha gazetarëve se incizimet brenda sallës së kuvendit janë të disponueshme, ndërsa ato jashtë sallës nuk mund t'i jap për shkak të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Sipas dëshmive të disa deputetëve, Stoilkoviću është drejtuar me sharje, ofendime dhe provokime deputetëve të LSDM-s Fatmir Bytyqit dhe Mitko Trajçuleskit, gjë që për pak ka kaluar në përleshje fizike. Pas këtij incidenti, kryeministri Kristian Mickoski kërkoi falje.